Në Tiranë u mbajt protesta e 37 masive ku qytetarët nga qytete të ndryshme të vendit kanë bërritur në kryeqytet dhe u bashkuan në një marshim protestues kundër qeverisë. Grumbullimi fillestar i protestuesve u zhvillua në sheshin Skënderbeu ku organizatorët bën thirrje për pjesëmarrje të gjerë dhe vejmë të lëvizjes qytetare. Më pas, turma u zhvendos drejt godinës së kryeministrisë, e cila u bë dhe pika përfundimtare e marshimit të kësaj proteste. Gjatë ubimit u rikthye kërkesa kryesore e protestave për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hapjen e rrugës për një qeverisje të re, të cilën organizatorët e kanë paraqitur si qëllim të pandryshueshëm të lëvizjes së tyre. Koordinatorët e protestës kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit që të bashkohen në mekanizëm, duke theksuar pjesëmarrjen e diasporës që ka udhëtuar drejt Shqipërisë për t'u bashkuar tubimeve. Ata kanë deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave të shpahdura, duke konsideruar këtë marshim si pjesë të një procesi të pandërprer presioni qytetar ndaj qeverisë.